Kisha famulitare e shëndou të Padovës në Binq, nga Dom Frog Zefi. Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju përshëndesi me paqen e Krishtit. Në këtë edicion të veçantë, ju ftojmë të ndalemi së bashku në një udhëtim shpirtëror, historik dhe kulturor, përmes fjalës së Dom Frog Zefit, i cili na sjell një pasqyrë të thellë dhe prekëse për famullinë e Binqës, një vend që ka qenë vatër besimi, dëshmie dhe rilindjeje në zemër të Karadakut. Kjo famulli e themeluar mbi gjakun e martirëve dhe mbi themelet e dashurisë për Krishtin dhe Kishën, është më shumë se një bashkësi besimtarësh. Është një përkujtesë e gjallë e sakrificës, e shpresës dhe e përkushtimit të prezave. Ndërsa dëgjoni këtë përshkrim, përpiquni të imagjinoni jetën e kësaj famullie me Kishën e saj të shëndotë, me këmbanën që dikur u var në një pemë dardhe për shkak të ndalimeve të kohës, me piktura që flasin me gjuhën e gjakut dhe të besimit, me motrat rregulltare që kujdesen për shpirtin dhe trupin e njerëzve në çdo mot dhe në çdo stin. Të dhënat e përgjithshme. Emri i kishës është Kisha Famulitare e Shëndotë të Padovës në Binq, historiku i Binqës. Në afërsi të fshatit të Binqës, ndodhet kështjella e vjetër e njohur me emrin O Binekses. Qendra e banuar me të njëjtin emër përmendet edhe në periudhën bizantine. Më saktësisht, përmendet në vitin 1019. Dhe i takonte i peshkvisa atëhershme të Shkupit. Pra mund të supozohet se vendi i sotshëm që quhet Binq ta ketë marrë emrin sipas kështjellës dhe vendbanimit të sipërpërmendur. Binqa është një fshat rrafshinor dhe malor që shtrihet rreth maleve të Karadakut të Shkupit, në komunën e Vitis, si përfundim i luginës së Moravës, në kufi me Republikën e Maqedonisë Veriore. Këtë bukuri të rrallë e begati të madhe natyrore, rrafshinore, malore, e pasurojnë edhe dy lumend, Morava e Binqës dhe Poroska, apo si që quan populli, lumi i vogël. Teksa she luginën tonë dhe lumin Morava, të duket sikur po e she po e dëgjon një vargan shtektarësh që prej shekujsh lutën e këndojnë për atë dashurinë që krijoi dhe na dha një vend kaq të bukur, ku po jetojmë dhe prej nga do të zhvendosemi për në sferën e Zotit, që është i vetmi vend i cili e tejkalon bukurinë e Binqës. Teksa she këtë fshatin ton, Binqën, të duket sikur po e she një kolon martirësh të Karadakut, që të lidhur me pranga, shkojnë të dëshmojnë besimin dhe dashurinë e tyre për Krishtin e për vendin e tyre. Dhe që u flijuan për Kishën, një lloj si Krishti që erdhi për të na e dëshmuar në njerëzve dashurinë e Atit. Këtë tokë, krijuesi u caktoi paraardhësve të ansja dhe ata ndërtuan mbi të kishat, shkollat, shtëpitë e tyre familjare, rrugët dhe urat, e gjithçka tjetër që ne trashëgojmë sot. Fshati ka natyrë shumë të bukur dhe vërtet piktoreske, me kodra, fusha pjellore, me shtëpi të bukura, si dhe me rrugë të asfaltuara që lidhin me Vitin, qendër komunale. Popullata është shqiptare dhe katolike. Kjo famulli, përpos Binqës, përfshin edhe Kabashin e Vitin. Binqa, ashtu si dhe Ana Morava, ra në sundimin turk në vitin 1455. Gjatë kohës së pushtimit turk në shekullin e 17, Binqa dhe krejt Ana Morava përmenden si pronësi që i takonin Sanxhakut të Vuqiternës, ushtrisë. Ato i pushtoi ushtria austriake e Piccolomini kur hyri në Novobërd, Artan, në vitin 1689. Në gjysmën e parë të shekullit të 19, këto vise ja bashkangjitën Pashallëkut të Vranjës, por që në gjysmën e shekullit të 18 dhe në gjysmën e parë të shekullit 19, populli atyshëm e dinte pjesërisht se ato i takonin Pashallëkut të Vranjës e pjesërisht atij të Prishtinës. Fjala është për një ndarje arbitrare në mes të zotëruesve të atëhershëm. Zotëruesit më të fuqishëm i merrnin me forcë pronat e atyre që ishin më të dobët.
Në gjysmën e dytë të shekullit e 18, Ana Morava dhe Binqa hynë në nënzotrimin e zotruesit të rajonit të Sanxhakut të Vuqiternës, Vushtrisë, me seli në Prishtinë, që u bë fisi shqiptar Gjinolli, i ardhur në këto anë, që u imponua si rojtari më i mirë dhe më i sigurt i këtyre visëve për Turqinë. E më vonë, po ky fis u bë edhe zotrues trashëgimor i këtij rajoni. Gjinollët kishin aradhet e tyre të armatosura, zotrues të tillë të veçuajtur, sulmonin njëri tjetrin. Kështu në këtë kohë, Miliç Pash Gjinolli në Prishtinë e pranoi të përndjekurin zotrues të veçuajtur të Gjakovës, të cilit ja kishte rrëmbyer edhe pushtetin, edhe rajonin zotrues të Pejës. Edhe në këtë territor, ashtu si dhe në disa të tjera, ndjehej ndikimi i dobët i administratës së mesme turke të asaj kohe, ndikim kaq i dobët sa që u shënua edhe nga disa bashkohës. Këtyre zotruesve të veçpallur ju erdhi fundi në Metohi, në Kosovë si dhe në Maqedoni, rreth vitit 1840, kur Porta e Lartë ja doli të dërgonte në këto vise ushtrinë dhe guvernatorët e provincave të cilët mund t'i transferonte, t'i nxirrte në pension apo edhe t'i pushtonte nga puna. Me fitoren mbi këta zotrues të veçpallur në shekullin e 19, u rivendos organizimi administrativ që tashmë bazohej në ligjin e miratuar në vitin 1865. Në fund të vitit 1874 u hoq vilajeti i Prizrenit. Mirëpo u duk sikur vetëm selia e vilajetit u transferuan nga Prizreni për në Prishtinë. Pas Kongresit të Berlinit në vitin 1878, për shkak të ndryshimit të rrethanave nga pjesë të marra nga vilajeti i Bosnjës dhe i Prizrenit, u krijua vilajeti i ri Kosovës, të cilit ju caktua Prishtina si kryeqendër. Këtij vilajeti i takonte Binqa dhe tëra Ana Morava, si dhe qarku i Gjilanit së bashku me lumin Kriva, që ishin pjesë të Sanxhakut të Prishtinës. Selia e vilajetit të Kosovës u zhvendos në Shkup në vitin 1887-1888, duke mos e ndryshuar as emrin vilajeti i Kosovës e as ndarjen e deri atëhershme administrative që zgjati deri në çlirimin nga Perandoria Osmane në vitin 1912. Viset e përmendura më sipër u përfshin nga kryengritjet e shpeshta dhe të njëpasnjëshme shqiptare. Kundër më të njohurat ishin ato në krye me Isa Boletinin, Bajram Currin, Idris Seferin dhe të tjerët, kundër pushtuesit otoman. Pas një kohë të shkurtër, të gjitha kryengritjet u shtypën. Pas lirimit nga turqit, qarku i Gjilanit mbajti kufi që kishte dhe administrativisht i takonte Kosovës, Prishtinës. Nga vitin 1915 deri në vitin 1918, Binqa dhe rrafshi Ana Moravës ishin nën pushtimin bullgar. Në Jugoslavinë komuniste, përveç Gjilanit u krijuan edhe dy seli administrative të tjera. Njëra në Vitin e Kosovës dhe tjetra në Kamenicën e Kosovës, në Dardan. Në pjesën lindore, qyteti i Gjilanit u përcaktua si qendër kryesore, ndërsa në pjesën perëndimore në komunën e re të themeluar për qendër komunale, u përcaktua që fshati i Vitis të zhvillohet dhe të ketë statusin e qendrës ekonomike të komunës. Data e ndërtimit, bekimit ose dhe shugurimit. Ndërtimin e kishës famullitare të Shëndot të Padovës e filloi Dom Luka Cirimotić, e vazhdoi Dom Vjekoslav Ivanović dhe e përfundoi Dom Nikol Duçkić. Kisha u bekua dhe u ha për shërbesa liturgjike në vitin 1972. Pra zyrtarisht, ndërtimi i saj filloi në vitin 1969 dhe përfundoi në vitin 1972. Me 4 gusht të vitit 2022, u bë shenjtërimi i kishës famullitare në Binq nga Imzot Dot Gjergji i Peshkët, si dhe u vendosen mbi altar reliket e lumit Dom Anton Muza, martir. Kush e ka ndërtuar? Ndërtimin e kishës famullitare të Shëndot të Padovës e filloi Dom Luka Cirimotić, e vazhdoi Dom Vjekoslav Ivanović dhe përfundoi Dom Nikol Duçkić. Kisha u bekua dhe u ha për shërbesa liturgjike në vitin 1972. Kisha është ndërtuar kryesisht me ndihma të dhuruara nga besimtarët e famullisë së Binqës,
Guri që u përdor për ndërtimin e saj u mor nga vetrualli i fshatit Binq. Ndërtuesit e saj ishin mjeshtrit, duar art të Binqës dhe të Stublës. Arkitektura e saj është 8 këndore dhe ka 3 kate. Dimensionet e saj janë 20 me 20 metra. Kisha famulitare Binqë sot gjendet e mbrojtur nga Ministria e Kulturës e Republikës së Kosovës dhe gëzon statusin e monumentit kulturor. Për ndërtimin e saj ka dhënë kontribut financiar edhe organizata Renova Bis nga Gjermania. Për fat të keq, emri i arkitektit të saj nuk dihet. A ka ndonjë ndryshim mes kësaj kishe dhe katedralës në dioqez, nëse po, cilat janë ato dallime? A është kishë famulitare apo kapel? Jo, nuk ka dallime në kuptimin teologjik, pastoral, baritor dhe shpirtëror. Dallimet janë kryesisht të stilit ndërtimor të godinës së saj. Kisha e shëndohet në Binq është kishë famulitare, por famullia e Binqës ka edhe 2 filiale, filialin e Kabashit dhe atë të Vitis. Kisha filial në Kabash. Fshati Kabash, moheret nuk ishte pjesë e famullisë së Letnicës, sepse në të nuk ishte katolik. Shqiptarët katolik erdhën në Kabash pas luftës së dytë botërore në vitin 1988. Kishte aq shumë, sa që u mendua që fshati Kabash të bëjë famulli me vete. Mirë po deri më sot, kjo ende nuk është realizuar. Tani Kabashi takon famullisë së Binqës. Kisha e re në fshat u ndërtuan nga Dom Duaj Gjergji dhe u rinovua në nëntor të vitit 1996. Festa e pajtorit Shën Kollit të kishës kremtohet solemnisht. Para festës mbahet nënditëshi. Çdo ditë kremtohet mesha me predikim, ndërsa kisha është gjithmonë përplot me popull. Gjatë nënditëshit gati të gjithë besimtarët agjerojnë, kurse ai që mund të vinë në mesh, ka edhe mundësinë që të rrefehet dhe të kungohet. Në vigjilje të Shën Kollit, gjatë natës së festës mbahet mesha solemne dhe pas meshës në Kabash, ndizen dritat e Krishtlindjes. Kisha filial e Zemrës së Krishtit në Viti. Me 23 nëntor të vitit 2003, u bekua gurthemeli për ndërtimin e kishës së re në Viti, në vendin ku deri atëherë ndodhej tregu. Rritin e bekimit e udhëhoqi i peshkvi Mzot Mark Sopi. Në solemnitet qenë të gjithë meshtarët e famullive përreth, si dhe meshtarët me prejardhje nga famullia e Binqës. Kisha do t'i kushtohet Zemrës së Krishtit. Në këtë kremtim liturgjik, që një numër i madh besimtarësh nga Stublla dhe nga Binqa, por moren pjesë edhe mjaft njerëz të besimeve të tjera, si dhe përfaqësuesit e komunës së Vitis. Me 2 dhjetor të vitit 2003, filloi puna për hapjen e themelimit për kishën e re. Me 1 mars të vitit 2004, u betonua edhe themeli për të vendosur kambanorën e kishës. Ndërsa televizioni italian me 28 mars të vitit 2004, në kalim e sipër filmoi punimet për ndërtimin e kishës në Viti. Kisha u bekua të premten me 15 qershor të vitit 2007, në të kremtën e Zemrës së Krishtit nga i Mzot Gjergji i Peshkëv. Gjatë meshës ku edhe u bashk celebruar 27 meshtar, në praninë e një numri të madh motrash rregulltare dhe besimtarësh nga Binqa, nga Kabashi, nga Vitia dhe rrethinat. Historiku dhe rëndësia. Ngjarje historike të rëndësishme të lidhura me këtë kishë. Kisha famulitare Shëndot të Batovës në Binq. Famullia. Famullia Binqës u themeluan nga doktor Similian Franjo Qekada 1940-1967, i peshkvi atëhershëm i Shkupit. Në vitin 1946, pikërisht në 100 vjetorin e themelimit të martirizimit të martirëve të Karadakut, 1846-1848, kjo famulli përfshin Letnicën, Binqën, Stubllën, Vërnakollën dhe Terziajnë. Fshati Binq, për një kohë ishte pjesë e arqipeshkvisë së Shkupit dhe e bashkuar me famullinë e Letnicës.
Famullia e më vëtsishme e Binqës, që prej themelimit të saj në vitin 1946, si fillim ishte pjesë i peshkvis Shkup Prizren, ndërsa sot është pjesë i peshkvis Prizren Prishtinë. Famullia romano-katolike e Binqës u themelua në vitin 1946. Mbrojtësit pajtore të saj qellor janë Shëndou i Padovës dhe Shën Gjon Vianej. Pas luftës së dytë botërore, Binqa u bë pjesë e komunës së Vitisë, ndërsa famullia është pjesë e dekanatit të Kosovës në i peshkvin Prizren Prishtinë. Në vitin 1974, famullia e Binqës kishte 1200 banor. Larg kësaj, por motive punësimi jetonin 85 banor. Për mirëqenjen e famullitarit Geg Sopi, dhuroi një pasuri modeste. Ai dhuroi një arë të madhe së bashku me frytet e saj. Të gjitha frutat e tokës, Gega ja dorëzonte personalisht famullitarit. Për një kohë të gjatë në Binqë nuk kishte kish. Misionarët jezuit i mblidhnin besimtarët në përstalla, që në ditët e misioneve përshtateshin për shërbesa liturgjike. Një motër rregulltare nga kongregata Bijat e Dashurisë Hyjnore që e përshkuan kishën e Binqës, në vitin 1961 si stall e Betlehemit. Kjo kish ishte në një shtëpi të zakonshme, tashmë e vjetruar që ishte shumë e ngushtë për të mbledhur e gjithë kisha e gjallë. Për këtë arsye, në oborrin e kishës u ndërtua altari ku edhe kremtohej mesha, kur moti ishte i mirë. I peshkvi Suboticës, imzot Matija Zvekanović, dhuroi për kishën e Binqës një kamban, e cila erdhi në natën e Kërshëndellave të vitit 1962. Meqense autoritetet komunale nuk dhanë lej për ndërtimin e kambanorës, ajo vu në një pemë dardhe në oborrin e kishës. Për shkak të nevojës për të ndërtuar një kishë famullitare në Binqë, Dom Dede Ramaj, famullitari i Sublës, që udhëhiqte edhe famullinë e Binqës, kërkoi prej Geg Sopit që ta këmbenin arën në fushë me pjesën e oborrit pranë kishës. Geg Sopi ra dakord me këtë dhe e dhuroi oborrin për ndërtimin e kishës së Shëndou të Padovës. Kisha e sotme famullitare, si dhe shtëpia famullitare në tërësi, ndodhe në ishtokën e Geg Sopit. Kjo tokë ndërtimi quhej Ograda rrethore. Ndërtimin e kishës famullitare të Shëndou të Padovës e filloi Dom Luka Cirimotić, e vazhdoi Dom Vjekoslav Ivanović dhe përfundoi Dom Nikol Duçkić. Kisha u bekua dhe u ha për shërbesa liturgjike në vitin 1972. Pikturat e murit me tematik biblike në kishën famullitare dhe pikturat e martirëve shqiptar të Karadakut, si dhe pikturat e të njohurve dhe të pranuarve në popullin shqiptar, edhe në kishë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Nën Tereza, Arqipeshkvi Pjetër Bogdani, Frat Shtjefen Gjeqovi. Pikturat u punuan nga Demir Behluli dhe Zeqirja Regjepi në vitet 1989 dhe 1990, nën përkujdesjen e Dom Duaj Gjergjit. Ngjarje të shënuar apo festë që mbahet rregullisht në këtë kishë. Në rastin e bekimit të gurit të themelit, i peshkvi imzot Similian Çekada, mbrojtjen e kishës ja kushtoi Shën Gjon Vianej, famullitarit të shtetit të Arsit, shembulli dhe pajtori të famullitarëve dhe të thirrjeve meshtarake, për kujtimi i të cilit festohet me 4 gusht, në mënyrë që festimi i përkujtimit të këtij shejti të lidhej disi edhe me kremtimin e festës së Zojës së Madhe me 15 gusht. Populli në Binqë festonte Shëndoun e Padovës, kështu që kisha famullitare u ndërtua në nder të tij, ndërsa Shën Gjon Maria Vianej është pajtori i dytë i famullisë. Përkujtimi i Shën Elis Profet. Në Binqë është festë familjare si dhe një ditë kushtimi. Për shkak të vuajtjeve që Shën Elia përjetoi, e konsiderojnë si modelin e një martiri që me veprimtarinë dhe me guximin e tij dëshmoi kuptimin e vërtetë të jetës dhe shembullin e guximit në dëshminë e fesë në Zotin e gjallë. Në kishën famullitare, përveç festave që festohen rregullisht çdo të diel dhe çdo ditë,
Kremtohet edhe festa e Shën Fabianit dhe Sebastianit me 20 janar. Festa e Shën Gjon Maria Vianeit me 4 gusht, muaj maj kushtohet Zoes së bekuar si dhe muaj tetor gjithashtu. Fakte interesante për historikun e kishës. Kjo kish ka një histori sa të pasur aq edhe domethënëse. Më poshtë po përmendim vetëm një prej monumenteve më të rëndësishme të gjithë historisë së saj, e pikërisht historinë e martirëve shqiptar të Karadakut. Martirët shqiptar të Karadakut, të frymzuar nga famullitari i tyre misionari zellshëm franceskan, At Anton Marojević. Katolikët shqiptar si dhe kriptokatolikët nga Binqa, nga Stubla, nga Vërnakolla dhe nga Letnica, rreth viteve 1845-1848 u shfaqën publikisht si katolik. Ata u deklaruan se ishin dhe se donin të mbesnin katolik. Ishte pikërisht vitin 1845, koha kur u deklaruan se ishin dhe se donin të mbesnin katolik. Por e gjitha kjo ndodhi në një kohë të keqe të pafavorshme, sepse mbi taraj gjithi nati pushtetarëve vendas, sidomos i Maliq Beut nga Gjilani dhe i Hafiz Pashës nga Prishtina, që u manifestua me veprime të tmerrshme e barbare me pasoja tepër të rënda. Në fillim të vitit 1846, rreth 25 familje nga Binqa, nga Stubla, nga Vërnakolla dhe nga Letnica u quan në burg, fillimisht në Gjilan e më pas në Prishtinë e në Shkup, ku torturuan e ku përjetuan vuajtje të ndryshme. Për t'u internuar më pas në fillim të vitit 1846 në skllavëri në Anadol, ku fillimisht u vendosën në Muhaliq e më pas në fshatrat Bursa dhe Filador. Në po të njëjtin vit, u arrestua edhe At Anton Marojević, frati franceskan të cilin e lidhen me zinxhir nën barkun e kalit dhe në atë gjendje e quan në Selanik. At Anton Marojevići u liruan nga burgu me ndërhyrjen e konsulit austriak. Dhe sa po u lirua, ai shkoi më njëherë në Konstantinopol për të ndërhyrë për besimtarët e tij, për t'i vizituar dhe për t'u dhënë ngushëllim si në Muhaliq, ashtu edhe në Filador. Nga 150 njerëz që ishin gjithsej, disa vdiqën gjatë udhëtimit, disa nga pleqëria, disa të tjerë nga dobësia dhe epidemit në mërgim, dhe vetëm 79 prej tyre arritën të ktheheshin në shtëpitë e tyre. Në fund të vitit 1848, nga 150 shpirtra të syrgjynosur, 71 prej tyre u vranë dhe vetëm 79 shpirtra arritën të shpëtonin për t'u rikthyer më në fund në vendlindje, falë ndërhyrjes së fuqive perëndimore. Por vështirësi dhe mundimet nuk u ndalën për ata, dhe pasi u rikthyen, pronat e tyre u konfiskuan, ndërsa shtëpitë e tyre u plaçkitën dhe u dogjën. Administratori apostolik i Arqipezhvisë së Shkupit, Arqipezhvi Urban Bogdanović, u kushtoi kujdes të veçantë dhe ndërhyri në favor të tyre në të gjitha anët, ku pati mundësi dhe kuditi. Në vitin 1846 dërgoi Don Pal Berishën në Konstantinopol për të ndërhyrë te porta për besimtarët katolik të Karadakut, por pa sukses. Gjithashtu Arqipezhvi Urban Bogdanović në vitin 1862 dërgoi Don Pal Berishën përsëri për të ndërhyrë, për t'u rikthyer pronat këtyre martirëve si dhe për t'rregulluar statusin e tyre. Edhe 15 vite pasi ishin kthyer në vendlindje, u keqtrajtuan, u terrorizuan dhe jetuan në kushte njerëzore. Të gjitha këto mundime i përjetuan vetëm e vetëm sepse donin të mbesnin besimtar shqiptar dhe katolik. Aktivitetet dhe vizitorët, cilat shërbime kryen në këtë kish, për shembull, mesh, pagëzime, martesa, bekime, shërbime të veçanta. Në këtë kish kryen të gjitha shërbimet fetare të një kishe famullitare. Çdo ditë kremtohet mesha e shejtë dhe çdo të diel kremtohet solemnisht mesha e kënduar në orën 11. Në kishën famullitare në Binq shpërndahen gjithë sakramentet, pagëzime, rrëfime, kungime, martesa, si dhe të gjitha sakramentalet, bekimet të ndryshme, lutjet, si dhe adhurimet para të lumit sakrament. Trediteshi për patronin e famullisë Shën Antoni të Padovës nis çdo 13 qershor. Kremtohet gjithashtu
festa e Shën Sebastianit Shmasjani me 20 janar, festa e Shën Elis Profet me 20 korrik, si dhe festa e Shën Gjon Maria Vianney me 4 gusht. Sa vizitor apo besimtar vinë mesatarisht gjatë javës apo muajit. Në kishën famulitare të Shën Antonit të Badovës në Binqë rregullisht të dielave vinë 140 besimtar, ndërsa gjatë ditëve punëtore vinë 20 besimtar. Do me thënë, 4 herën 140, 560 dhe 26 herën 20, 520 besimtar në total. Në përgjithësi, vetëm kishën famulitare në Binqë vizitoi 1080 besimtar në muaj. Në Kabash, çdo të diele vinë po ashtu 140 besimtar dhe çdo të ejtë vinë në meshën e shejt rreth 50 besimtar. 4 herë 140, 560 dhe 4 herë 50, 200, pra rreth 760 besimtar në muaj. A ka objekte apo elemente të veçanta brenda ose përreth kishës, për shembull, relikte, piktura, statuja, arkitekturë veçantë? Me 4 gusht e vitit 2002 i Mzot Dot Gjergji vendosi reliktet e martirëve shqiptar të diktaturës komuniste e në veçanti reliktet e të lumit Anton Muza nga Vërnakolla. Përshkrimi i përgjithshëm rreth kishës së Binqës. Kisha e Shëndot është një monument i trashëgimisë kulturore në Binqë, viti të Kosovës. Ky monument është i kategorisë arkitekturore i miratuar me numër. Objekti prej betonarmeje filloi të ndërtohej në vitin 1969, për të përfunduar në vitin 1972. Muret e jashtme janë ndërtuar me gur të përpunuar të marrë nga trualli i Binqës, ndërsa muratorët ishin nga fshatrat e Binqës dhe Stublës. Objekti i kishës ka formë oktagonale. Hyrja kryesore ndodhet në anën perëndimore, por ekzistojnë gjithashtu edhe 2 porta ndimëse. Njëra në anën veriore e tjetra në anën jugore. Në dyshemen e sallës së lutjeve janë vendosur stola për besimtarët, ndërsa në njërin nga 8 këndorët, ku është një absida, ndodhet presbiteriumi i ngritur 30 cm në sipërfaqen e cilit meshtari kremton Eukaristin. Tabernakulli, shtëpia e bukës, është vendosur në të djathtë të altarit të presbiteriumit. Në mes mbi katedrën ndodhet kryqi i drurit mbi Jezusin. Në të majtë të presbiteriumit ndodhet truporja e Shëndot, i cilit është patroni i kishës, ndërsa në të djathtë ndodhet truporja e Jezusit. Kisha është zbukuruar me piktura, kupola sipër është e gjithë zbukuruar me pikturën e krijimit të botës, si dhe me piktura biblike me motive nga Dhjata e Vjetër. Kati i tretë është i zbukuruar me piktura me motive nga Dhjata e Re, siç është lajmërimi i Zotit për Virgjëren Mari përmes engjëllit Gabriel. Lindja e Jezusit në Betlehem, kushtimi i Krishtit, ikja e familjes së shenjtë në Egjipt, pagëzimi i Jezusit në malin e ullinjve, kryqëzimi i Jezusit dhe ngritja e tij në qiell. Kati i dytë i kishës është i zbukuruar me piktura me motive nga historiku i martirëve të Binqës. Piktura që zbukurojnë kishën janë si më poshtë të paraqitura. Banorët e Binqës deklarohen publikisht katolik para kadiut në Gjilan. Pikturë në mur në kishën e Shëndot të Padovës në Binqë, e cila paraqet momentin kur banorët e Binqës u deklaruan publikisht katolik para kadiut në Gjilan. Banorët katolik të Binqës depërtohen në robëri. Pikturë në mur në kishën e Shëndot të Padovës në Binqë, cila paraqet momentin kur martirët shqiptar deportohen në robëri. Katolikët e Binqës deportohen në robëri nga Shkupi për në Turqi. Pikturë në mur në kishën e Shëndot të Padovës në Binqë, cila paraqet momentin kur martirët shqiptar deportohen në robëri. Deportimi i martirëve shqiptar nga Binqa për në Stamboll. Pikturë në mur në kishën e Shëndot të Padovës në Binqë, cila paraqet momentin kur martirët shqiptar deportohen në Stamboll. Kthimi i martirëve shqiptar nga robëria turke për në vendlindje. Pikturë në mur në kishën e Shëndot të Padovës në Binqë, e cila paraqet momentin kur martirët shqiptar kthehen
nga robëria turke. Famullia e Binqës në vitin 2025. Gjatë këtyre 80 viteve, famullia e Binqës ka përjetuar një lulëzim të vërtet, si dhe një përparim të madh në çdo pikpamje. Sot, ajo përfshin fshatin e Binqës dhe të Kabashit si dhe qytetin e Vitis. Famullia e Binqës përveç kishës së famullisë ka edhe 2 kisha filiale. Në Viti ndodhet kisha e Zemrës së Krishtit, e ndërtuar në forma nijeje, si dhe qendra baritore. Kjo kishë u ndërtua pas luftës në Kosovë. Në famulli vepron edhe ambulanca shëndetësore ku punojnë bijat e dashurisë hyjnore, të cilat ndihmojnë të gjithë ata që kërkojnë ndihmë mjekësore. Kjo bashkësi famuljetare ka dhënë kishës shumë thirrje meshtarake dhe rregulltare. Besimtarët e famullisë së Binqës tradicionalisht festojnë festat e Shën Sebastianit 20 janar, Shën Dou të Padoves 13 qershor dhe Shën Elis 20 korrik. Në Viti kremtohet festa e Zemrës së Krishtit, kurse në Kabash festa e Shën Kollit i Peshkv. Thirrjet shpirtërore, vokacionet nga famullia e Binqës. Së pari fshati, e pastaj famullia e Binqës ka dhënë një numër të konsiderueshëm të bijeve dhe bijave të saj në shërbim të kishës. Më poshtë, po sjellim të dhëna që kemi arritur të mbledhim për meshtarët dhe për motrat rregulltare, që lindën apo që u rritën në këtë famulli. Meshtarët: Dom Mark Sopi, Imzot Damian Kurti, Imzot Mark Sopi, Imzot Zev Gashi, Dom Fran Sopi, Dom Gjergj Berisha, Dom Viktor Sopi, Dom Lorenz Lenz Sopi, Dom Lush Sopi, Dom Frok Zefi, Dom Marian Marku, Dom Mikel Sopi, Dom Tom Pietri, Dom David Andrejq, Dom Herbert Berisha, Dom Izidor Lukic, Dom Shtjefen Dodës. Motrat rregulltare: Julian Sopi, motër, lindi me 15 qershor të vitit 1866, në Binq, në familjen e Anton Sopit dhe të Katarina Regjepit. Ajo i dha kushtet rregulltare me 25 dhjetor të vitit 1885. Ndërroi jetë në 17 gusht të vitit 1891 me gjas në Turqi. Suzan Sopi, motër, lindi me 19 prill të vitit 1868 në Binq, në familjen e Zef Sopit dhe të Stoje Dekës. Ajo i dha kushtet rregulltare me 25 dhjetor të vitit 1885. Ndërroi jetë në gusht të vitit 1939 në Francë. Dominikë Sopi, motër, lindi me 25 mars të vitit 1864 në Binq, në familjen e Anton Sopit dhe të Katarina Regjepit. Ajo i dha kushtet rregulltare me 3 tetor të vitit 1887. Ndërroi jetë me 15 shtator të vitit 1890 në Stamboll. Agatë Sopi, motër, lindi me 8 prill të vitit 1875 në Binq, në familjen e Zef Sopit dhe të Stoje Dekës. Ajo i dha kushtet rregulltare me 15 janar të vitit 1898. Ndërroi jetë me 4 nëntor të vitit 1924 në Kukush. Elizabeth Sopi, motër, lindi në vitin 1878 në Binq, në familjen e Anton Sopit dhe të Katarina Regjepit. Ajo i dha kushtet rregulltare me 25 maj të vitit 1898. Ndërroi jetë në 3 prill të vitit 1967 me gjas në Turqi. Elizabeth Sopi, motër, lindi me 24 mars të vitit 1878 në Binq, në familjen e Zef Sopit dhe të Stoje Dekës. Ajo i dha kushtet rregulltare me 29 prill të vitit 1901. Ndërroi jetë me 23 mars të vitit 1940 në Izmir. Marte Magdalen Sopi, motër, lindi me 8 shkurt të vitit 1888 në Binq, në familjen e Anton Sopit dhe të Katarina Regjepit. Ajo u pagzua me 11 shkurt të po të njëjtit vit, ku ngimin e parë e mori në vitin 1898.
Kushtet rregulltare i mori me 13 mars të vitit 1909. Në vitin 1910 shërbeu në Stamboll. Në vitin 1915 shërbeu në Bebek. Në vitin 1920 shërbeu në Siri. Në vitin 1928 shërbeu në Smirin, Izmir. Në vitin 1932 shërbeu sërish në Bebek, kurse në vitin 1941 doli në pension, ndërroi jetë në shkurt të vitit 1969 me gjas në Turqi. Suzana Sopi, motër, lindi me 13 qershor të vitit 1893 në Binj, në familjen e Geg Sopit edhe të Marie Gik. Ajo i dha kushtet rregulltare me 23 tetor të vitit 1914, ndërroi jetë në spitalin Pasteur në Nice të Francës. Gabriel Nin Marković, motër, lindi me 1 mars të vitit 1943 në Binj, në familjen e Det dhe të Dile Koliqit. Motrat: Juliana Zina Marković, Franja Ninë Petrović, Pietri, Jozefina Drana Dodić, Klara Sofia Zefi, Klementina Neta Petrović, Gjysta Stepani, Albert Stepani, Mari Sofie Ković, Eleonor Age Tomić, Sidonia Dile Gega, Luiza Sofia Stojq, Nikoline Sofie Gega, Viktorin Pren Zefi, Gega, Franciska Josefin Kola, Sandra Gega, Violeta Sofie Kola, Antoneta Sofie Zeinullahu, Floria Azizi, Regina Zin Zefi, Gega, Valentina Doda, Merit Gashi, Brigit Gashi, Hrizanten Dodaj, Ana Maria Prena Perić, Birgita Dodaj, Palina Marku, Ned Marku, Mrik Monik Marku. Një informacion i posaçëm për kuvendin e Shënpali do t'ishte me interes për njerëzit e interesuar për të ditur më shumë. Kuvendi i Shënpalit në Binj, i peshkvi Shkupit doktor Smiljan Qekada, ju drejtua shumë herë proreve të provincialitetit të kongregatës së bijave të dashurisë hynore, me lutjen që motra të shkonin në famullit në Kosovë, ku ekzistonin 3 besime dhe 3 komsi. E prorët nuk munden të vendosnin për këtë, kështu që motrat që punonin në manastir, nga njerë shkonin edhe në famullinë e Binjës, që ishte larg nga Vitia, vetëm 2 kilometra. Në atë kohë, në Binj ishte famullitar Dom Luka Cirimotić, me origjinë nga Janjeva. Motrat vinë shpesh për të rregulluar kishën e vogël, si dhe shtëpitë famullitare. Në ato rrethana, ato mundën të njihnin besimtarët e Binjës, si dhe të shihnin rrethana të vështira në të cilat ata po jetonin. Duke parë gjendjen në atë famulli, ato ndjenë në ndërgjegjen e tyre thirrjen në nënës themeluese, që duke sikur po e porosit, duke u thënë, përfitonin nga çdo rast për të ndihmuar të tjerët. Këtë thirrje kuptoi veçanërisht motër Otilia Kremer, me përjardhje nga Vojvodina, që shërbente si infermiere në spitalin kundër tuberkulozit në manastir. Ajo vendosi ta lindë të shërbesë në spital dhe të flijohej krejtësisht për të gjithë ata që kishin nevojë për ndihmë shpirtërore dhe fizike. Kështu në fillim të vitit 1961, ajo u vendos në Binj. Pak nga pak, asaj nisi t'i bashkohej edhe ndonjë motër tjetër. Për këtë arsye në vitin 1966 provinca ndërtoi kuvendin Shënpali, ku ngrit edhe ambulanca. Ditë pas dite në atë ambulancë nisën të vinin shumë të sëmurë, prej mëngjesit e deri në mbrëmje, shpeshherë edhe gjatë natës. Nganjëherë vinin edhe më shumë se 60 të sëmurë në ditë. Ata kishin besim të madh tek motrat, të cilat i drejtonin edhe tek mjeku, kur rastet ishin të vështira. Fusha kryesore veprimtarisë së këtyre motrave në kuptimin e mirëfillt ishte fusha misionare. Në çdo kohë, ato i thërrisnin njerëzit që të vinin dhe të ndihmonin filan të sëmurë
pa marrë parasysh fen apo komsinë e tyre. E shpeshherë ndihmonin edhe kafshët. Në disa fshatra nuk mund të shkojë ndryshe përveç se me kal, pasi distancat ishin të mëdha, kurse rrugët ishin të këqija. Me dhuratat e bamirësve, motrat blen madje edhe një kal. Vitet e fundit nisën të përdornin një gjip, me cilin udhtonin nëpër rrugën e re, që u ndërtua me nxitjen dhe me angazhimin e tyre, por me kontribute financiare të bamirësve si dhe me miratimin e autoriteteve shtetërore. Në disa raste, ndihma e Zotit mund të prekej edhe me dorë. Ato motra ashtu si Shënpali, do të mund t'i numëronin rend dhe fill të gjitha rreziqet që përjetuan. Motin e keq dhe përmbytjet, mundimet në borë, dhe hallet me gjarprinjt elmuesi dhe me ujqërit. Motrat edhe sot i ndihmojnë të gjithë, ashtu siç dinë dhe siç mundin më së miri. Ato përpiqen t'i shërojnë njerëzit në shpirt e në trup. Në këto fusha, ato shërbejnë si këshilltare dhe ndihmëtare, si mjeke dhe dentiste, madje edhe si veterinare. Populli në këtë krahinë është i mirë dhe u është mirënjohës atyre. Motrat respektohen shumë nga të gjithë, sepse kuptojnë që ato sakrifikohen për ta. Sa herë dëgjohet nga goja e tyre, çfarë do të bënim pa ju? Fshati Binq sot e ka ndryshuar pamjen e tij. Është ndërtuar kisha e re, shtëpia e re famulitare si dhe kuvendi i motrave. Të dielave, të gjithë vinë në meshën në shejt. Njerëzit luten me harmoni, si dhe këndojnë shumë bukur. Njëra prej motrave drejton korin e kishës. Besimtarët e famullisë janë besimtarë të mirë dhe prindër të shumë fëmijëve. Në mesim feje, vinë rreth 300 fëmijë. Ky fshat ka dhënë mjaft thirrje meshtarake dhe rregulltare. Motra katekiste përgatit çdo vit me fëmijët programin me rastin e Krishtlindjes, duke i gëzuar kështu shumë edhe prindërit e tyre, veçanërisht etërit e tyre që vinë për festa nga vendet e huaja, ku qëndrojnë me punë të përkohshme. Me të njëjtin program, fëmijët paraqiten edhe në fshatin Dunav. Motrat nga Binqa shkojnë edhe në famullit Fqinje si në famullinë e Zymit dhe në atë të Becit. Kuvendi Shënpali në një farë mënyrë është bërë qendër për filialet e Dunavit dhe të Glaveçicës në Kosovë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ky prezantim i famullisë së Binqës përgatitur nga Dom Frog Zefi është një dëshmi e gjallë se si rrënjët e fesë katolike në tokën tonë kanë mbijetuar dhe lulëzuar përmes përndjekjes, vuajtjeve, por edhe përmes dashurisë së palëkundur ndaj Krishtit. Famullia e Binqës nuk është vetëm një vend në hartë, por një zemër që rreh për kishën. Është një frymë që frymëzon, një përkujtesë që edukon, një mesim që thërret. Të mos harrojmë kurrë çmimin e lirisë së fesë dhe bukurinë e thjeshtë të një jete të jetuar në dritën e Ungjillit. Lusim që ky prezantim të na nxjisë në vlerësimin më të thellë të trashëgimit son shpirtëror dhe në angazhimin ton të përditshëm për të qenë, ashtu si martirët e Karadakut, dëshmitar të dashurisë dhe të së vërtetës. Zoti ju bekoft.